Po ndërkohë, mos harroni që ka një mundësi shumë të madhe që gjithë këto rrëmuja që dalin në për media, në për rrjete online, ndryshe nga çfarë është realiteti këtu, që ka një turm në bulevard, një turm shumë biodiverse, që nga të marrët që fusin rrethin katror dhe pastaj i quajnë rrethin katror, tek lloj-lloj personazhesh që kërkojnë like dhe që jetojnë me like, influencera që fitojnë paratë e dynjas përmes rrjeteve sociale dhe spaguajnë një kokërleku taks. Një kokërleku taks. Të tjerë që janë delirant me flamurin të lidhur këtu në fyt, edhe që e vënë qeleshen si një certifikat pasërtie patriotike. Të tjerë që janë realisht shqetësuar, vajzat e djem që duan të shfrynë pakënaqësitë e tyre, e të tjerë, është një turm normale.